Kjo deklarat kështu e thënë për një prokurorit një gjykate, megjithatë që s'ka prokuror naiv, po ka prokuror që duhet kishin pas vete vite tëra përvoj pune. Për mua shumë e qartë është një dëshmi se është më shumë e karakterit politik se sa e karakterit profesional. Është ti të bësh kërkesa në kundërshtim edhe me kodin penal të Republikës për cilën në emër cilës i gjykon ata atje, po edhe të rumbullaksosh kështu vitet e burgut që si kanë gati thuj se gjithë dënuarit bashkë të Serbisë që kanë ushtruar 2 gjenocide, 4 luftra e tjerë, është thjesht një veprim më tepër politik, po e përsëris se sa profesional. Dhe me një ndjesi bukur të theksuar antishqiptarizmi. Nuk e di prej nga buron kjo ndjesi. Megjithatë, shqiptarët kanë drejt të ndjehen të indinjuar dhe ta gjykojnë këtë veprim qysh në start. Për fat keq është jemi të vonuar në mbrojtjen e duhur të këtij ekipi njerëzve tanë atje. Unë e kam thënë edhe me kohë në fillim, para 2 vjetë e sa, që me kënaqësi do të prisja që edhe Tirana zyrtare dhe Prishtina zyrtare të krijonin një ekip mbrojtësish profesional të fuqishëm që ata i mbrojnë si grup. Por gjatë gjithë procesit u vu re se kemi dështuar si shoqëri, si 2 shtete, ndërkaq procesin, strategjin mbrojtëse në Hag i alam në dorë individëve. Natyrisht avokatët ndërtojnë strategji për të mbrojtur klientët e tyre. Dhe jo rrallë e pam që akuzonin UÇK-n, ndërkaq pretendojnë se mbrojnë klientin e tyre. Ç'është e vërtetë, ata në këtë rast kanë dështuar. Sepse po të kishte një mbrojtje profesionale si duhet, prokurori sot nuk do para se të shqiptonte, para se të bënte pretencën e tij me ngjyresa të theksuara politike po e përsëris, do të mendoj më seriozisht. Kaq për fillim. Si keni pasur të riashar ju kërkesën? Kërkesë absurde e prokurorisë speciale dhe ato që ka ke mujt me pa dhe me vlerësu, po kjo artë se kjo nuk është gjykat e Kosovës në rast parë, veprimet dhe kvalifikimet e saj, e sidomos sot, dhe në dy atje nuk gjykohen individet, por edhe sot u pa qartë dhe u vërtetu saktësisht në qëndrimet e organizatave të dala nga lufta, pe fillimit e këtij procesi deri më sot se këtu po gjykohet dhe po tentohet si mas prokurorisë të dënohet lufta jo në drejtë dhe pastaj pra ushtria shkrimtare e Kosovës. Dhe sot mendoj se krahas qëndrimeve, krahas propozimeve dhe kërkesave të kësaj prokurorie u fy në rand spari gjaku i derdhur për liri, u fy në rand gjymtyrt e invalidëve të luftës së ushtrisë shkrimtare të Kosovës, u fy rand periudha kohore e veteranëve të luftës që kanë dhënë kontribut të jashtëzakonshëm më deri këtu, po mbi gjitha